Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin tonë mbi 40 hadithet e Imam Nawaviut, Allahu e mëshiroft, ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, hadith që shpresojmë të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë. Nga Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhuma transmetohet se ka thënë: Një ditë kam qenë pas pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe më tha: O djalosh, do të ti mësoj disa fjalë. Ruje Allahun, Allahu do të ruaj ty. Ruje Allahun, Allahu do të gjesh para tejet. Kur të bësh dua, drejtohu vetëm Allahut. Nëse kërkon ndihmë, kërko vetëm prej Allahut. Dije, si kur tër popullit të tubohet që t'ju ndihmojnë e diçka, nuk do t'ju ndihmonin përveç se me atë që ta ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. E nëse do të tuboheshin të bëjnë dëm, nuk do të dëmtonin përveç se në atë që ka Allahu tashme ta ka caktuar. Janë ngritur penat dhe janë tharë faqet. Pra, ka pasur për qëllim të thotë se është caktuar çdo gjë dhe ka përfunduar shkrimi hyjnor. Ky është transmetimi i Imam Tirmidhiut, Allahu e mëshiroft. Në transmetimet e tjera, përveç Imam Tirmidhiut, ky hadith i pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam qëndron në këtë version. I ka thënë: Ruje Allahun, do ta gjesh Allahun para vetes. Bëhu i njohur tek Allahu, afrohu dhe bëhu i dashur tek ai. Kur je në mirësi, Allahu do t'ju ndihmoj kur jeni në vështirësi. Dhe dije, ajo që nuk të ka goditur, as që ka mundur të godas. Ndërsa ajo që të ka goditur, nuk ka mundur të mos godas. Dije, se vërtet ndihma është e lidhur me durimin. Gëzimi është i lidhur me dëshpërimin. Dhe vështirësia me lehtësimin. Me të drejtë mund pyesim se cilat janë dobit, mësimet dhe mesazhet e përfituara nga ky hadith i profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Themi se hadithi na prezanton me metodën e pejgamberit ton Muhammed në komunikimin me të rinjt dhe me edukimin e tyre. Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhuma ishte një djalë rreth 13 vjeçar kur i u dhan këto parime kaq me vlerë për jetën. Jo vetëm ky shembull i pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por në Kur'an janë regjistruar edhe shembuj të tjerë të këshillimit, duke lënë të kuptohet për rëndësinë e këshillimit në fen ton. Si shembull, mund të përmendim këshillën e Hazreti Ibrahimit, Hazreti Jakubit apo dhe Hazreti Lukmanit sallallahu alaihi wasallam. Hazreti Ibrahimi alayhi salam e ka këshilluar djalin e tij, ose edhe Hazreti Jakubi i ka këshilluar fëmijët e tij. Në Kur'anin famlart, në surën Al-Baqara, ajeti 132, Allahu azza wa jall thot: Ibrahimi u dha këtë porosi fëmijëve të tij, po ashtu edhe Jakubi: O bijtë e mi, pa dyshim Allahu ka zgjedhur për ju fen e vërtet. Prandaj mos vdisni ndryshe vetëse duke qenë musliman të nënshtruar para Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërsa në surën Luqman, ajeti 13-19, Allahu subhanahu wa ta'ala ka treguar këshillat e Hazreti Lukmanit drejtuar djalit të tij. Në këto fragmente kuranore thuhet: Kujtoje kur Lukmani i tha të birit, duke e këshilluar: O djalim, mos i shoqëro Allahut asgjë në adhurim. O djalim, edhe veprën e rëndë sa kokra e sinapit që ndodhet në shkëmb në qiej apo në tokë, Allahu do ta nxjerrë në shesh. O djalim, krye namazin, urdhroje të mirën, pengoje të keqen, bëhu i durueshëm për çfarë do që të godet. O djalim, mos i trajto njerëzit me nënçmim dhe mos ec në tokë me mendjemallësi, sepse Allahu nuk i do mendjemëllejt.
O djalim, ec me kujdes e I përmbajtur dhe fol me zë të ulët, se zëri më I vrazhd është zëri I gomarit. Nga shemujt e këshillimit të profetëve të Zotit, kuptohet se edhe nga të mëdhejt, nga të diturit dhe nga të pjekurit e muslimanëve, kërkohet që t'i këshillojnë të rit me parime të shëndosha. Këshilla e parë e pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam e përmendur në këtë hadith ishte nxitja për punë të mira. Kjo sepse shprehja ruaje Allahun nënkupton veprat e mira. Fraza ruaje Allahun do të thotë ruaje fenë e tij, mësoje fenë e tij, respektoje madhështinë e tij në urdhrat dhe ndalesat kuranore, zbatoji porositë dhe respektoji ligjet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Këshill tjetër ishte edhe nxitja për të mbështetur në Allahun azza wa jall për të gjitha punët dhe çështjet e kësaj dynjaje, mposhtja e frikës, mposhtja e dilemave dhe e pesimizmit në marrjen përsipër të punëve të mira. Mbështetju Allahut dhe vepro. Kërko prej tij me bindje sepse Allahu nuk të braktis. Dhuruesi I vërtet është Allahu. Çdo kush ose çdo gjë tjetër është vetëm sebeb dhe shkak. A keni vënë re kumbimin strikt monoteist të lutjeve tona në namaz? Në Islam, jo vetëm që nuk duhet adhuruar asnjë krijesë, por edhe ti lutesh për ndihmë ndonjë shejtori, profeti apo çfarë do krijesë tjetër është rreptësisht e ndaluar. Njeriu duhet t'i lutet vetëm Allahut për ndihmë. Vetëm mjafton fakti të kujtojmë namazin ton, lutjet tona në namaz, sa herë që falim namaz, në çdo rekat, qoftë kur falim farz apo sunet, I drejtohemi Allahut azza wa jall me surën Fatiha. Në ajetin e 5 të kësaj sure, themi çdo herë vetëm ty o Allah të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Prej porosive të përmendura në hadith është edhe besimi në kaderin e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe dorëzimi në caktimin e tij. Kjo vlen shumë për ta qetësuar mendjen, për ta luftuar stresin dhe për të mos humbur kohë me lutje drejtuar ikonave apo idhujve bashkëkohor. Allahu azza wa jall është I gjithdituri, është I urti dhe I drejti. Asgjë nuk del jashtë vullnetit të tij dhe asgjë nuk ndodh pa diturin apo pa lejen e tij. Në hadithin ton është përmendur edhe një parim shumë thelbësor. Çfarë do të mbjedhësh dhe të kultivosh, do të korrësh. Nëse ruan, ruhesh. Nëse mbështetesh, ndihmohesh. Nëse duron, fiton. Nëse kujton, kujtohesh. Nëse I lutesh Allahut azza wa jall dhe e falenderon në bullëk, do të gjesh përgjigjen e lutjeve në fukarallëk. Nëse fiton dashurinë e tij me punë të mira, në gjendje mirësie, do të ndihmoj Allahu në gjendje vështirësie. Kush bën mirë, meriton shpërblimin dhe kush bën keq, do të gjejë ndëshkimin. Allahu azza wa jall në surën Al-Baqarah ajeti 40 në Kur'anin famlar ka urdhëruar dhe ka thënë: "Përmbushni premtimin që më keni dhënë dhe unë ta përmbush premtimin që ju kam bërë." Ndërsa në surën Bakare, ajeti 152, Allahu azza wa jall thot: "Më kujtoni mua që unë t'ju kujtoj juve." Në surën Muhammed, ajeti 7, Allahu azza wa jall urdhron dhe thot: "O besimtar, nëse e ndihmoni Allahun, edhe Allahu do t'ju ndihmoj juve." Ndërsa në surën Zelzele, ajeti 78, Allahu azza wa jall thot: "Kush ka bërë ndonjë të mirë, qoftë sa një thërmi, do ta shoh atë. E kush ka bërë ndonjë të keqe, qoftë sa një thërmi, do ta shoh atë." Madje, nëse e ruan Allahun, jo vetëm që të ruan Allahu ty, por
Allahu i ruan edhe pas ardhësit e tuaj. Në tregimin e Hazreti Musës dhe Hazreti Khidrit alayhima assalam në surën Kaf, dëftohet edhe ngjarja e dy jetimave, të cilëve Allahu azza wa jall u garanton pasurinë e trashëguar nga baba i tyre. Përse ja garanton Allahu azza wa jall këtyre jetimave pasurinë? Në surën Kaf ajeti 82 thuhet: baba i tyre kishte qenë njeri i mirë, prandaj Zoti yt dëshiroi që ata jetimat ta arrinin moshën e pjekurisë dhe ta nxjerrnin thesarin e tyre si mëshirë nga Zoti yt. Tregohet se dietari i tabiinve, i quajtur Said ibn Musayyib, duke u argumentuar me ajetin e sapo cituar të surës Kaf, i ka thënë të birit të tij: pasha Allahun do t'i shtoj namazet e mia me shpresë që Allahu të ju ruaj. Pasha Allahun do t'i shtoj namazet e mia me shpresë që Allahu të ju ruaj. Pra paramendoni mirësia e prindit, fal bereqet edhe në ruajtjen e fëmijëve. Dhe krahu i kundërt i këtij nocionit është se nëse e braktis Allahun, braktisesh. Nëse e harran Allahun, harrohesh. Nëse nuk i lutesh Allahut, nuk e merr përgjigjen. Në surën Hashr, ajeti 19, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhron dhe thot: mos u bëni si ata që e harruan Allahun, kështu që Allahu i bëri të harronin veten e tyre. Ndërsa në surën Taha, ajeti 124, 126, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhron dhe thot: kushdo që i kthen shpinën këshillës sime, kushdo që i kthen shpinën këshillës sime, pra Kur'anit, do të ketë jetë të mjeruar dhe ne në ditën e Kiametit do ta ringjallim të verbër. Personi do të thot: o Zoti im, pse më ringjallet të verbër kur unë kisha shikuar më parë, kur isha në dynja? Allahu azza wa jall do t'i përgjigjet: kështu të erdhen shenjat tona, të erdhen ajetet tona dhe ti i harrove ato. E po kështu, sot do t'jesh i harruar. Ligji i Allahut subhanahu wa ta'ala, të cilit i nënshtrohet kjo botë, është se pas ngushtimit ka shpëtim. Pas vështërsis ka lehtësim. Pas natës ka ditë. Pas rabeshit ka diell. Prandaj bëhu i qëndrueshëm, duro dhe mos u thyej. Allahu azza wa jall në surën Talaq ajeti 7 urdhon dhe thot: pas vështërsisë Allahu sjell lehtësimin. Ndërsa në surën Al-Inshirah ajeti 5 dhe 6 Allahu azza wa jall thot: me të vërtet, me vështërsinë vjen lehtësimi. Me të vërtet, me vështërsinë vjen lehtësimi. Durimi është vërtet një vlerë e identitetit islam. Të qenet i durueshëm është shkak për ndihmën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Krahas kontekstit fetar, mirësitë e durimit janë vlerësuar edhe në traditën shoqërore. Populli ynë thot: i duruari, i fituari. Ose thot: sabër, sabër, selamet. Pra, jo çdo fatkeqësi është dënim. Herë fatkeqësitë janë edhe lartësim i gradave të besimit dhe janë nder për një mirësi më të madhe. Sprovat dhe fatkeqësitë e kësaj bote kërkojnë sabër, durim. Vazhdimësia në një punë të mirë kërkon gjithashtu sabër, durim. Lufta me armikun e brendshëm, me nefsin, për të distancuar nga një veprim i ulët, kërkon po ashtu sabër. Por edhe ballafaqimi me armikun e jashtëm kërkon po ashtu sabër. Po të na kërkohej që ta përshkruanim për profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam vetëm me një fjalë, ndoshta fjala më përcaktuese e virtyteve dalluese të pejgamberit ton do të ishte durimtar. Profeti jon Muhammed ishte durimtar. Edhe besimtari musliman duhet të jetë i durueshëm. Në hadithin ton shfaqet edhe
koncepti i të qenurit i Allahut me njerëzit. Çfarë do të thotë të jetë Allahu me ty, të jetë Allahu me besimtarin? Të qenurit e Allahut me njerëzit në përgjithësi ndryshon nga të qenurit e Allahut me besimtarët në veçanti. Allahu Azza wa Jall është me të gjithë njerëzit, me pushtetin e tij, me diturinë e tij, me vëzhgimin e tij. Kurse për besimtarët ka rezervuar ndihmën, mbrojtjen dhe mbështetjen e tij. Besimtari i cili i ruan porositë e Allahut subhanahu wa taala, Allahu e ruan atë besimtar nga fatkeqësitë e dynjas dhe dënimet e ahiretit. Allahu e shoqëron me përkujdesjen, me mëshirën dhe me begatinë hyjnore në të gjitha hapat e jetës. Allahu Azza wa Jall në surën Nahl, ajeti 128 urdhron të thotë: vërtet Allahu është me ata që e kanë frikë dhe që janë punë mirë. Vërtet Allahu është me ata që e kanë frikë dhe janë punë mirë. Çdo lutje, çdo kërkesë, çdo dua që bën besimtari nënkupton robërinë tonë para Allahut subhanahu wa taala, nënkupton nevojën tonë për bereqetin e Allahut subhanahu wa taala, nënkupton pafuqinë tonë para madhështisë së Allahut subhanahu wa taala. Sa do pasuri, pushtet, fuqi dhe shoqëri të ketë individi, ai individ është padyshim nevojtar për Allahun subhanahu wa taala. Në saje të ndihmeses hyjnore, ne veprojmë dhe jetojmë si musliman. Allahu e dhuron udhëzimin fillestar, gjithashtu Allahu e dhuron edhe përqendrimin dhe vazhdimsinë në fe. Duke shpresuar të takohemi javën që vjen me hadithin vijues, po e lë në amanetin e Allahut subhanahu wa taala fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurinë tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.